Zjarret në Francë nxjerrin në sipërfaqe arsenalin e luftës së dytë botërore, nxehtësia shpërthen 400 predha. Një arsenal i fshehur prej dekadash është zbuluar si pasojë e zjarreve të mëdha që përfshin jugun e Francës. Rreth 400 predha dhe municione historike u gjetën të varrosura pranë fshatit Le Porg në rajonin Gironde. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se shpërthimet e regjistruara gjatë flakëve mund të jenë shkaktuar nga municione të luftës së dytë botërore, të cilat u aktivizuan prej temperaturave të larta. Fillimisht ishte dyshuar se zhurmat vinin nga shpërthimi i bomblave të gazit, sipas BBC-s. Martial Zanineti, kryetari i bashkisë Le Porge, tregoi se gjatë natës së dytë të zjarrit u dëgjuan 100 shpërthime. Ai e përshkroi zhurmën si të ngjashme me tingujt e luftës. Kryebashkiaku sqaroi se në tokën e komunës ndodheshin depo të groposura municionesh, për praninë e të cilave autoritetet nuk kishin pasur asnjë dieni. Kishte depo municionesh të varrosura në tokën e komunës sonë, por ne nuk e dinim, ato shpërthyen, tha ai. Gjatë detonimeve, disa predha u hodhën në drejtime të ndryshme, ndërsa njëra arriti të depërtonte përmes një banese, shtoi ai. Pas ndërhyrjeve për çminimin e territorit, pjesa më e madhe e banorëve është lejuar të kthehet në shtëpi. Megjithatë, disa hapësira vijojnë të jenë të paarritshme për publikun, për shkak të rrezikut që paraqesin municionet ende të pambledhura. Hyrja në plazh, në një kamping dhe në fshatin La Ieni mbetet e ndaluar. Flakët në Gironde, të cilat vazhduan për afro 10 ditë, janë vendosur tashmë nën kontroll, por kanë lënë pas dëme të konsiderueshme. Në zonën e Le Porge, zjarri shkatërroi më shumë se 180 banesa. Pamjet e publikuara nga vendngjarja shfaqin familje duke kërkuar në rënojat e shtëpive të djegura. Kryeministri i Francës, Sebastian Lecornu, shprehu mirënjohje për zjarrfikësit dhe punën e tyre, ndërsa situatën që kaloi vendi e cilëson si një krizë të paprecedent. Përballja e tij. Sipas tij, përballja me zjarret ka kaluar në një etapë të re, ndërkohë që të evakuarit po kthehen pak nga pak në banesat e tyre.